influencuesit ose psikologë të ndryshëm bazohen me këto mësime të marrë nga Bibla. Për shembull, hapi i parë është ruajtja e portës së mendjes. Dhe një nga vargjet më cituara është tek fjalët e urta dhe thot mbi të gjithë gjërat që duhen ruajtur, ruaj zemrën, mendjen tënde, sepse prej saj dalin durimet e jetës. Kanë studiuar edhe zemrën. Zemra pas ka memorje të veçantë prej mendjes. Tani është si të thuar si një magazin, le të themi, mendimesh zemra, që në momentin që ato hynë, lidhen me mendje dhe kujtohen, ti ligështohesh. Kemi ato momentet të dhimbshme që neve i kujtojmë shpesh dhe ndihemi keq. Prandaj dhe ndikojnë edhe në rritje tensionit të gjakut me luhatje të ndryshme. Zemra ka 40.000 qeliza që quhen memoritet duke, dhe këto bëjnë të mundur që të ruajnë memorje ose sekuenca, pjesë të ndryshme nga jeta, pra që janë shumë të gëzueshme ose ka edhe nga ato që janë shumë të hidhura. Por ndodh në të dyja rastet, ju e keni vranë re kur ke një moment të gëzuar që ke kaluar me dikë, ti mbushen syt me lëng. Pra influencuesit e sotëm e përkthejnë këtë si dietë mendore, ashtu si kujdes me ushqimin ton, duhet të bëjmë kujdes me atë që lejojmë të hyjë në kokën tonë. Pra lajmet negative, kashethemet, krahasimet në rrjetet